Sa i rëndësishëm është bashkëpunimi mes profesionistëve të ndryshëm që punojnë me fëmijën tim? Nëse fëmija juaj është diagnostikuar me sindromën e autizmit, sindromën Down, ose thjesht me një vështirësi ose ngadalësim gjuhësor, gjasa ka që janë disa profesionistë që po bashkëpunojnë me ju dhe fëmijën tuaj. Për shembull, fëmija mund të ketë një logoped, mund të ketë një psikolog, gjithashtu mund të ketë një mësuese ndihmëse në ambientet shkollore. Por sa e rëndësishme është që këta profesionistë të mund të bashkëpunojnë. Nëse të gjithë profesionistët që punojnë me fëmijën tonë kanë një mundësi për të takuar njëri tjetrin, për të ndarë eksperiencat e tyre dhe për të bashkëpunuar, ne do të shohim një progres tek fëmijët tanë. Pasi çdo profesionist ka një eksperiencë të veçantë me fëmijën. Fëmija ndërvepron ndryshe me psikologun dhe ndryshe me logopeden. Por, kur logopedi, psikologu dhe mësuesja ndihmëse takojnë me njëri tjetrin dhe ndihmojnë njëri tjetrin duke ndarë eksperiencat e tyre të veçanta, progresi do të shihet tek fëmija.